Mirë mbrëma. Mirë se erdhe. Me cimet prit në studio, faleminderit për kohën. Hajde të lutem. Gatuemi, ky është vendi për ju. Faleminderit. Mirë se erdhe. Mirë se i gjena. Unë e di që ju prej kohësh atë stilin e futbollistëve që kur kryin lojt, kur kryin stërvitjet, kanë qef edhe stilin e veshjes me pas shumë më komod, ke dalë prej këtyre po më duket viteve të fundit, a? Ata që e dingur, kur e përfundon karrierën, pas të jenë pozicionet të tjera. Edhe si njeri transformohesh në një njeri tjetër, se gjë më e bukur është ajo kohet, deri sa lumë futboll aktiv. Kur je aktiv është diçka kënaqësi jashtëzakonisht e madhe. Pastaj dolem në një jetë tjetër gjë që nuk është edhe e lehtë. Edhe dinamika ditës se si bëhet edhe krejt. Edhe duket sikur nis një jetë të re krejt nga fillimi, me një stil tjetër jetese, ndoshta pa ato orare të rregullta të gjumit apo të ushqyerjes. Në cilat momente futbollistët kur ndërprejnë karrierën e tyre bëjnë gabime më shumë ti kur kthehen nga ky stili tjetër i jetës, pra se jeta vazhdon edhe pas asaj karriere. Gjëja, por gabime më të madhe bëjmë që nuk jemi më shumë aktive sa i përket stërvitjeve dhe ka shumë futbollistë në botë që pas përfundimit karrierës edhe bin depresion. Sepse janë mësuar me një lloj dinamike ku përdit stërvisin edhe ne e dim që sporti është gjëja më e mirë që mund të bëjë një njeri. Kështu që nga ajo pastaj mendoj që ky është gabimi më i madh. Edhe unë vetë domethënë jam I ke stopu për një herë aktivitetin fizik, a? Shumë kom stopu. Për një herë jo, sepse isha në Norvegji dhe derisa isha atje luja në për liga më të ulta, sa mos me vrapu vetë në për mos me dal vetë, kështu që u merja me aktivitet. Tash që kur kom fillu trener, ma e kom... Tash në atë komfort zonën e trajnerëve, po që një pauzë i ke bo vetës, mund të rikthehesh, ka palestra, ka forma të tjera për me qëndru. Ato pa tjetër që duhet të vazhdojmë, po edhin si shena bom demel, kur e lojmë futbolin, pastaj bom demel, hajtë se do anisi javën tjetër. Kur do anisim, pastaj e la me një shok timi dhe do anisim me do 32, që zvjen asnjëherë. Bukur. Shpëtim, ke zakonisht në këto, unë e bona një lloj përmbledhje dhe pse emri yt flet vetë edhe në karrierën tënde, po du sot t'i flas disa gjëra që ndoshta s'ke pas rastin ti thuash më herët publikisht. Nëse nisim nga ajo ato vitet e fëmijërisë, kur ti e ke spikat apo dikush të ka nuhat së pari këtë talentin tënd për futboll, ke qenë për herë ai fëmiu aktiv edhe që e ka dashur futbollin apo ka edhe prej atyre rasteve që gjithë jetën nga lut basketboll në fund kanë përfunduar në futboll? Po ka ashtu, jo ne me familje kemi shku qysht në 90-at në Kroaci, edhe aty lujke të Cibalia Vinkovci, Fidaim Haxhiu, që është ashtë trener, derisa ai lujke aty, ne jetonim aty në Vinkovci, edhe unë fillova me njëherë, se e kam dash futbolin, si fini, gjithmonë kom lu futbol, fillova me stërvit aty, nga aty pastaj na çonte jeta era ne. Si u zhvendoset ju në Kroaci, në çfarë rrethana, sa ishte vështirë për ty me u ambientu në një vend tjetër? Pa diskutim që ishte vështirë, po baba, dhe me thonë, ka punu qysh viteve 80 në Kroaci, edhe atje kishte punën, pastaj në një kohë e arrestun këtu, pas arrestimit, pastaj derisa e lëshum për një ditë që të lajmërohet nesër, ajo arrestis edhe ikun Kroaci. Pas një viti, edhe mu, nonën edhe vlezrit në arrestun edhe neve. Edhe në alëshun për 2 ditë, por ne në atë kohë e gjetëm një autobus, pos në jepë që në bileta autobusi që t'ikim, sepse ishte gjithçka në kontrolën e tyne, derisa ka dal një shok i babi që i njifte edhe pa në nxjerë biletat, vetëm në ka shtinë autobus edhe shumë kemi kalu. Sa vjeç ke qenë, a kuptoje çka po ndodhë? 7-8 vjetë, ndoshta. 7-8 vjetë, shumë. Që shumë i vogël kam qenë, e kuptoja, jo shumë, si thmi, po ma vonë me kalimin e kohët, pastaj se qëre e kupton ma shumë. Kjo është hera parë që pe tregoj këtë, derisa e pyetoj se si ka ardhur, që pe tregoj këtë histori edhe kur shkum në Kroaci, ishte ajo rrugtimi, ishte derisa u taku me babin, ishte shumë i vështirë, se atëherë nuk ka posës telefonas. Po më në fund u takum edhe kemi jetu atje. Atje kom fillu edhe karrierën e futbollit edhe punën babi vazhdonte derisa
kërkonin fillun të më kërkonin ekipe, sepse luja edhe te U17 më patën ftu në Kroaci, kombëtarët Kroacisë, edhe kështu ishte vazhdova. A e ku përgjatë rritjes tënde si fëmijë dhe gjithmonë me dëshirën për futbollin, duke u rrit, a e kuptoje që ishe shumë çdo ditë më tepër afër realizimit të ëndrrës tënde për të bë ai futbollisti që e ke imagjinu veten? Unë nuk arrita asnjëherë të bëja atë që kam dashur që kam pas dëshirë të arrij, sepse unë e kisha babi u merrte me biznes, kishte biznes shumë të madh, derisa e kuptoj që më kërkonin shumë klube, Dinamo, Hajduk, më kërkonin gjithanej, edhe më kërcënon dhe ka jerë shumë lenta as me shku në stërvitje, iken nga drejtara që të shkoja në stërvitje. Pse ishte ai kaq i tërhequr ose skeptik në talentin tënd? Jo, nuk ishte në talentin tim, sepse klubet vinin të ai në zyre, derisa babi ishte shumë biznesmen i madh, ku kishte 400 punëtorë të vetë në Kroaci, edhe ai donte që unë të fusja në rrugës ti, derisa unë s'doja. Në një herë më thot, bab, hajde të pim kafe, derisa mu duke çuditshme kur më tha, hajde pim kafe, kur e po që po më kërkojnë gjitha, thash, po bab, thash, shive, i ki 16 vjetë, nuk e dija i pa ta mbuj 16 ajo, tha, sa dush ko me të më pare. Ko me ta ble Ferrarin, tha. Qka dush bën? Veç hajde në zyre, 2 orë në ditje, tha, edhe le futbolin. Thash bab, thash zdu, as ato, veç le ma futbol. Pas ta jo nisha edhe tifosi Hajdukut, edhe nuk më la me thëmë. Tha, në Split nuk ka shans me shku. Hajduk, unë doja me shku në Hajduk, edhe tha, shko ku dush, në kretë botën, vetëm Split nuk lo. Sepse Spliti ishte në atë kohë që ishte vendi parë në Evropë që ishte puna e fëmijëve që u përdorte droga. Edhe aty nuk donte në asnjë mënyrë. Në Dinamo nuk doja vetë, ishte edhe Varteksi në atë kohë shumë e kishte shkollën më të mirë të futbollit, aty s'doja, në Hajduk s'me lente edhe pastaj shkova në Itali. Me kalimin e viteve, a ka ndodhur një bisedë tjetër ose një kafe tjetër me ju dy, me po të njëjtin muhabet, ku babit ka thënë mirë që s'm ke dëgju? Jo, asnjëherë. Asnjëherë se s'ka pos, ai se donte futbollin, nuk e donte. Po pastaj kur e po, ne lujtëm me, ja po të tregoj sa ka dash futbollin. Luni me Real Madridin në Tiranë. Në atë kohë... Ti ishe te Gramosi, Po, unë ishe te Gramosi. Edhe në momentin që shku me lu me Real Madridin, thash, bab, hajde, këshyre lujnë. Ishte vjerri im, se vjerrin e kam Tiranës, nusën e kam Tiranës, dhe me thonë. Edhe, po, do vim, pa tjetër. Po, as vjeri nuk është që i këshirë shumë futbol. Qartë. Po, erdhe aj, derisa aj erdhe dhe bobe mas 30 minuta, hajde ecëm se shumë gushëm. Edhe doli, as me Real Madridi nuk më ka posë. Vëtën në atë kohë ku ti i bie që pëndaje fushën me Ronaldon e me emrat më të ndaj të futbolit, po më thonë që ja ku e kemi një fotografi, nuk i pëlqeur. Jo, eci si interesant e eqë. Eci direkt, shumë gushëm, hajde. Gjysëmore kishin nejtë në ndeshje dhe kishin dalë. Po nga ana tjetër, atë kanë, kur je rritë, sigurisht ke arrit me ja kuptu botën, sa do që nga njëherë për fëmijën gjithmonë vynë kjo përkrahja. Pa tjetër. Si ja ke arsyetu këto? Jo, me arsyetu, unë e thoja që këto kam si jetë, do më thonë e kam si ajri, nuk jetoj do të pa futbol. Edhe sot nga karriere e futbollistit, jëmë dalë një trener, sepse pa futbol më duke sigur nuk jetoj dot. Edhe kjo është ajo që aje e ka po dhe nuk më ka ngacmu mo në aspektin e që me më thonë. Edhe deri sa fillova, pastaj me shkujo në Itali, Ukrajina, edhe nuk më nga ngacmu. Eksperienca nga më të ndryshmet që të kanë dënë mundësin për pos që të rritesh vetë profesionalisht, është edhe të takosh nga këta yjet botror që po flasim, me që shumë prej njerëzve duan t'i shohin veç një herë në jetë, të paktën si tifoz. Çka të ka mësu takimi me këta, ose personalitetet e tilla, pra ka diçka që kur i ke taku edhe pas lojve me ta, ke marrë një mësim të mirë për jetën? Shife, unë nuk e di, ndoshta nga që unë në ekip të parë, në Kroaci, kam hy me si 15 vjeqarë. Kam stërvit me ekip të parë, e kam lu kështu që
mu nuk më kam bo përshtypje asnjëherë. Nuk më kam bo, unë vetëm e përshtypje më ka bo fenomeni Ronaldo, që ka qenë ai Ronaldo i vjetër, atë e kom dosh qashtë mos. Kurse këta tjertë nuk më kanë bo në një përshtypje asnjëherë s'më kanë lënë. Edhe atë ditë që lunim ndeshje me kundër Realit ishte Alban Dragusha, Liridon Kukaj, edhe më shifnin se unë jam qysh kur jam dëmtu me 18 vjetë, unë jam Duhan Pirs, në gjë që s'është e mirë, se propozoj kërkujt, po qysh atëherë kom fillu kur më dëmtova. Edhe unë me një shok të imi ishim në toalet duke pi cigare. Edhe më pyet një moment Albani, thot, apo ki trem? Wallah, e thash heq. Sikur mos me lu me Realin. Në fakt është një gjë e madhe me lu kundër Realit, diskutohet, po ju më konë i tillë që presionin nuk e kom pas problem asnjëherë. Ndoshta kjo më ka ndihmu sepse jam hi shumë i vogël në ekip parë edhe s'kom pas I ke marrë gjanat nga i vogël edhe së duket je familiarizu me to, nuk edhe me ka duk presionin diçka. s'kom pas asnjëherë problem. Qartë. Norvegjin e le pas 8 vitesh. A ka qenë një prej arsyeve edhe humbja e babait? Kjo ishte Apo arsyeja kryesore? Kjo është një ndër arsyet kryesore, sepse në momentin që humba babajin, më falë, ishte shumë vështirë, ishte shumë vështirë. Kuptoj. Edhe, s'më pëlqente më jeta ndë edhe vendosëm më këtë. Ama të kam mësu shumë për jetën, a? Imagjino, ju keni pas nga ato ajo marrëdhënia e babës me fëmijën që nuk bin dakord për një fjalë, ama e din që gjithmonë janë sylla kryesore njëri tjetrit dhe jam e sigurt që ka lënë një dhimbje të madhe, po në të njëjtën kohë ka lënë edhe plot arsye për të krenu me të. Jo, unë jam shumë duhet ta kthesh krenar. në forcë, se dyshoj. Sepse e njohin gjithë njerëzit edhe çfarë ka bërë. E kështu që ai ka qenë një që e donte shumë që t'i ndihmonte njerëzit. Edhe këtë gjë në kalon edhe te familja gjithë. E ka bartë edhe tek... Po, shumë, të gjithë. Kështu që... Plus që ti e di vetë që ata me thonë me qenë babë. E ke përjetu vetë edhe nëse i marim tash të dalimin e brezave, se s'është veç raporti i babës tënd me ty, po gjithë brezat e asaj kuhe kanë qenë pak më të ashpër me fëmijët, ndryshe nga që për shembull mund t'jesh ti sot me fëmijët e tu, a? Si e shet ti vetën si babë? Jo, unë... Gjëja më kryesore është që të kemi njëherë t'ja fëmijëve, domethënë gjithmonë ta ketë një kufi. Gjën e parë që duhet ta ketë që familja është e shenjtë. Këtë duhet ta instalojmë te fëmijët qysh nga fillimi. Edhe unë fëmijët, secili livdon fëmijët e vet, po kush i njeh, unë kam një gocë dhe një çun. Edhe gjithë e din që janë super të kulturum. Nuk është i kom bërë asnjëherë nuk i rraf, asnjëherë si kam... Jo, më jo rraf, vjen shpreje? Nuk vjen dhe që me bo me zërë, është punë që kemi kriju një respekt ku duhet me ditë se prindi është. Dhe më thonë, nga respekti duhet mi bo gjonat edhe me pas një lloj kufini deri ku me shku. Që nuk e kam bo këto, dhe më thonë, me dhunë, por e kam bo me... Me edukimin e mirëfillt që she keni bo. Sa keni qenë ndihmë me bashkëshortën për rritjen e fëmijëve dhe në cilat momente e keni atë rolin që ndaheni? Jo, nuk kemi asnjë gjë atë. Jo, se kemi heq atë, biles, po nusja është profesoresh e anglishtës. Ina, kështu që edhe e ka duku shumë, por gjithmonë nënat janë më të afër me fëmijët, se janë më shumë kohë kalojnë bashkë, derisa në momentin që nëjë gjo, të tregoj shpetimin, me njerë ndalonin. Edhe pse, kështu që kështu janë eduku shumë, jam shumë i knoqëm dhe më thonë me edukatën. Kusht kanë gjo më shumë? Vajza a djali? Nga talenti për futbolin, nuk diskutohet që aroni. Djali edhe si karakter. Edhe si karakter. Edhe si karakter, sepse gjithmonë
njerëzit që kanë folë shumë, unë Si ke pëlqy, nuk i kom pëlqy. Edhe ndoshta po, djali është shumë inteligent. Nuk folë shumë, edhe pse ndoshta është në telefon ose kështu, po vazhdimisht në heshtje, dhe më thonë, i dëgjon gjonat edhe i mon veti. Edhe gjithmonë kur fol diku shumë, edhe Aroni më thot, po fol shumë, pa pse una me dru. Kështu që më shumë djali, edhe është shumë i qetë kështu, po kur të në virkosë është shumë i keq. A ke ndiku në shtytjen e ti në futbol edhe që a i ti ketë kushtet e duhuna që ta zhvilloj pasionin e vetë për futbolin edhe sa krenar jeti me të sot? Unë gjën e parë jam shumë krenar, si djallë. Gjëja parë, dhe më thonë si djallë, sepse ajo është pasuria jonë më e madhe, me në fundit. Përsa i përket punës të zhvillimit ti, unë ja kom mundësu gjitha kushtet e mundshme, edhe normal, kom punu edhe me të individualisht në për servitje, kështu që ai ka pos vullnet jashtëzakonisht madh, ndoshta duke folun edhe i ka hinë gjak futbollit, të folun gjithmonë për futboll në shtëpi, vazhdimisht unë vetëm... A është bo futbollist më i mirë se ti? Po, edhe shpresoj të më kalojnë. Kam qef që deri sot gjithmonë kam djali shpëtimit. Kam qef që nesër të më thoj njerëz baba i Aronit. Kam qef këtë ndryshim, sepse edin që prindi më shumë se djallin e vetë ka qef me po, mbi gjithë, edhe mbi vetën, kështu që kam qef një ditë që gjithë më thojnë është baba i Aronit, jo... Uroj që ta ketë shëndetin edhe sukseset ashtu si që ka njës për të një mosh krejt të re, të vazhdojnë edhe t'jenë akoma më të mdha për herë, t'ju bëj krenar fillimisht juve si prender, e si familje, më pas edhe gjithë shqiptarët, sepse një sukses individuali dikuj është edhe krenari për gjithë shqiptarët, shtu që do e marim si sukses të përbashkët të gjithë arritje të ti. Shpresojmë të ketë fat, asë njerës ko garancion, futbol nuk ka asë një Keni shiku shumë loj kur ka qenë më i vogël? Keni pa futbol tash? Po. Jo, unë e shikoj atë në ndeshje, po ndoshta 2-3 ndeshjes, 4, s'kemi shku më shumë që qikojmë ndeshje. Nuk i pëlqente, që të vinte, rrallë në ndeshje, vetëm në ndeshje, kështu më të mirë që është. Për ndryshe, ai gjithmonë donte të stërviste, derisa Norvegji është një mentalitet shumë, nuk e di si me thonë, nuk janë kërkus. Edhe unë e shifja që ka talent. Dhe me thonë ka... Potencial më shumë. Ka potencial, sa. Ka potencial edhe doja të përkrahja, po duhet me ditë edhe me përkrah në rrugën e duhur edhe jo me bose. Na gjithë mund të thojmë që djali jam është maj miri, po është shumë vështirë prindi të shof djalin si tjetë realist. Derisa unë ndoshta kom qenë më shumë realist se që duhet. Kjo është ajo që unë asë njëherë nuk i kam thonë shumë mirë është ta është ti e yllë ose ti e lejtare kompost në kom tokë. Biles në një ndeshje, lujti një ndeshje, boni 2 gol, ishte lejtari më i mirë ndeshje. Ndeshjen tjetër, boni gol, prap fitun, edhe po nuk ishte aja angazhimi i duhur. Edhe pas ndeshjes, ishim gjithë familje duke po, pas ndeshjes, e ndaloj makinën në rrugë edhe i thëmë shive. Po deshe me lu futbol, do luj futbol. Po s'deshe me lu ndalo sot pak të në mos për cilë leon, luj hobi për qef luj, me shok edhe vazhdo. Ose do bërë 2 gola ndeshje, këtë është dash më kërku ti bësh 3, 4, ti esh më i mirë. Jo ta... Jo me u vetë knaq me një rezultat. Edhe kur i thash, filloj me qajt. Kur i thash kështu, edhe pastaj... Kështu që e ka mojt shumë me kom tokë. Edhe pse nuk është me një madhë. Jënë ca foto tjera kur shkum atje. Po më trego pak për këtë eksperiencën e fundit që nga ka gëzu pa mas të gjithve, momentin në nënshkrimit të ti me Milanin. Shife, Milani kishte kohë që e përcjellte. Kanë qenë këtu 4-5 herë. Ky është Kastriot Dërmoku, i cili është menagjeri ti, me kompaninë e ti. Ky është ai që i ka mbaru gjithë punën, edhe është një djalë i cili nuk flet
shumë, por mbaron shumë punë. Gjëja por është që është njeri, sepse mu më ka rosh shumë kam shumë provojt madhe me lloj menaxhera. Edhe i kom pose qa bojnë, qa flasin, po ky është shumë e kom tokë, Kastet Dermaku dihet më që është futbollist që ka luajtur Serie A, ka luajtur kombëtare Shqipërisë, tash është menaxher shumë i suksesshëm, ka filluar sa ka përfunduar karrierën, ky e ka zgjedhur, unë kom zgjedhur trajnerin, ky e ka zgjedhur onën e menaxherit, po ky është vëllau i tij, Robertit, cilët janë me të vërtetë. Këta janë edhe djemë të Leonit, Leon Dermakut, i cili është futbollist, po janë shumë djemë të Dokun edhe ai duhet jetë krenar për ato, si që më për Aronin, gjëja por se kemi full me Leon, me babën e Kastriotit shumë heret, edhe duhet jetë krenar, dhe më thonë se në qënë mënyre i ka eduku këta djemë. Gjë që është pasunia më madhe e jona. Derisa firmosëm njërë ka pas më firmos me 2-tin, 3-tin, 5-tin, 7-tin, tani po të 9-tin, me do të 9 është firmos kontrata, sepse Aroni është regjistruar në shkollë atje. Qa do me thënë kjo për ty si babë? Si? Qa do me thënë kjo hap i Aronit për ty si babë? Jo, është një super krenar i sidomos kur e ki vesh një djallë. Jam shumë krenar me të, sepse ka rrit me punë. Gjëja Aroni, deri sa ju më konë Prishtin 3 trener, Aroni ka vujtë shumë. Ka vujtë shumë sepse disi jemi shqiptarët, ne vetëm suksesin nuk ja falim as kujtë. Ky ishte si 16 vjeçar. Kërkonin shumë klube tjera, gjë që nuk du t'ja përmend në emrin, se janë shumë klube të mëdha. Kanë kontaktu Gjermanisë, të Austrisë, shumë klube të mëdha. Gjithë i kanë adresu te Kastrioti, sepse unë jam baba që do i rri gjithmonë mrapa, por rrugën e menaxher Llakut ja kum lënë Kastriotit me njerëzve të fushës. Pra e ke bë këtë ndarje, jo me qenë unë jam baba i bëj gjitha. Unë vetë kom jo marrë me menaxher 2 vjet pasi e kum lënë futbollin, por nuk kom dashur me hi aty sepse asnjëherë ne vështirë shumë e kemi që t'jemi realist me djalin tonë. Edhe prandaj e kum bë këtë ndarje që unë duhet ta përkrahasi prind, normal, por kësaj përket fushës të menaxherit edhe të udhëheqjes djalit në për venet që është më përshtatshme për të, do ja lej edhe ja kum lënë Kastriotit. Me Kastriotin s'kom firmos asnjë gjë, i kom thonë kur e ki fjalën për meje, kjo mbaron, kur dush muna me t'i qit 100 firma, po ato për mus nuk vlejnë, edhe e ka kuptu dhe ai çfarë. Në avazin e shqiptarëve, si të kohës më përpara, fjala e dhënë edhe... E ka po, edhe ka edhe klube, edhe më të mëdha ndoshta, që më kanë kontaktu, kom thonë jo, muni mu marrë me Kastriotin se kjo punë është e kryne. Kështu që i kom do, derisa kur shkum në Itali, e dërgun njerëzi që na marrin në aeroport, na thanë, shoferi është me ju, deri në ditën që t'nisen i ju, sa për Aroni duhet t'jetë. Na qunë hotel, shkum darkë, e pa Milano me Genoa në lujti. Të nesër mi kishte me shikimet mjekësore, shku me Kastriotin, mbaroj shikimet mjekësore, kishim filloj nga ora 9 deri në orën 1, nuk kam përfundu, ja kanë shiku çdo gjë, edhe në orën 2 kishim që të shkonim te muzeu që të shifnin historinë e Milanit, edhe nga aty pastaj kishim firmën e kontratës. Bukur, duket një eksperiencë e bukur e cila uroj që t'jetë vesh një nismë e sukseseve të jetë të mëdha të Aronit edhe të çdo të riu që ka pasion dhe talent futbollin. Për fund, kush është futbollisti më i mirë pas Aronit i të gjitha kohrave shqiptar sipas shpëtimit? është e vështirë, po në fund në fund e vështërsojmë ne kështu. Shumë e vështirë, por unë do t'i... Si me thana i Maradona shqiptar, me gjithmonë referencë marim. Unë do t'i fusja 3. Nuk mund t'i ndaj. Fadil Vokrin, Lori Kconen dhe Granit Xhakën. Bukur. Unë për personalisht këta 3 mendoj që janë më të mirët. Shumë e bukur, dhe besoj që shumë prej nesh, për të më thënë të gjithë, pajtohemi me po mi ndo, nuk i ndojnë. Shpëtim, të falimderit shumë që më erdhe sot, knaqësi, dhe falimderit që ndave dhe për herë të parë shumë gjëra nga
rrëfime apo nga jeta jote personale. Faleminderit edhe për juve, kënaqësi gjithmonë. Kënaqësi. Këtu po e mbyllim takimin për